Sulmuesi i kombëtares shqiptare Myrto Uzuni njoftoi pak ditë më parë se i është futur biznesit. Vetë futbollisti e tregoi diçka të tillë në rrjetet sociale, duke bërë të ditur se ka blerë një hotel në Palas të Vlorës, emrin se cili do t'ia vendosë Uzuni Hotel. Të shumta kanë qenë kritikat dhe reagimet në lidhje me këtë lajm të rrufeshëm dhe të papritur. Shumë prej komentuesve dhe opinioni i gjerë publik janë shprehur se sulmuesi i Shqipërisë dhe Austin FC po pastron lekët e tjetër kujt, të ardhurat të cilat nuk janë të tijat. I menjëhershëm ka qenë kundër reagimi nga vetë futbollisti Beratës, i cili mohon që të jetë lavazhi parave të tjetër kujt. Myrto Uzuni thekson se zgjodhi të investonte paratë e tij në Shqipëri, ato lekë me të cilat mund të bënte të njëjtën gjë në Spanjë, ku ka luajtur më parë tek Granada. Jam një futbollist që të gjitha të ardhurat e mia i investoj në Shqipëri. Kam pasur mundësinë të investoj edhe në Spanjë, por zgjodha Shqipërinë sepse unë e dua vendin tim. Ndoshta nuk keni mësuar që futbollistët të investojnë, por unë besoj tek e ardhmja e vendit tim dhe dua të kontribuoj këtu. Presje njerëzit të ndajnë dashurinë dhe mbështetjen për këtë vendim, sepse çdo investim që bëj është për Shqipërinë. Akuzat dhe shpifjet për pastrim parash janë të pavërteta. Paratë e mia janë të deklaruara dhe nuk ka asnjë lidhje me pagesa mesatare. Paga ime është publike dhe e njohur, nuk kam nevojë të pastroj lekët e askujt. Respekt dhe dashuri për të gjithë, shkruan Myrto Uzuni.